Ju publikua video intime me një mashkull, reagon publikisht Fserlo, ja e vërteta e tij. Këngëtari Fserlo, ish banori Big Brother VIP Albania, ka reaguar për herë të parë pas publikimit të një video që pretendoi që e shfaqte atë në marrëdhënie intime me një mashkull. Video u bë virale teksa ai ishte ende në shtëpinë e Big Brother VIP, duke shkaktuar shumë diskutime në rrjet. Pas eliminimit nga gara, pak ditë më parë, Fserlo vendosi të thyej heshtjen përmes një postimi në Insta Story, ku mohoi kategorikisht që ai të ishte personi në video, edhe pse dukej qartë se ishte ai që po puthte një mashkull tjetër, teksa shkruan: "Ore çuna, ç'pas keni qenë? Sa kurioz pas keni qenë të më shikoni mua në një video porno, sa keq për ju që s'jam unë, gjithsesi fantazoni sa të doni, unë do nis nga përzgjedhjet, avash se lista e të interesuarve po bëhet e madhe. Ja pas kam kalu edhe Oles në sa duket", shkroi ai me ironi, duke mos e pranuar ekzistencën e videos. E komentues nga më të ndryshëm kanë qenë ata që i kanë dhënë mendimet e tyre në postin e fundit të Fserlos, teksa shumica prej tyre e akuzojnë banorin për mospranimin e orientimit të tij seksual. Edhe në Big Brother, Fserlo është munduar që t'i hiqë zërat për seksualitetin e tij, teksa disa e kanë parë se ai e ka pranuar indirekt kur shpreh në linjën e tij të jetës dhe takimin me nënën, sa ata i therrasin shoqe njëra tjetrës, po sipas tyre ky detaj nuk mori vëmendjen nga produksioni, pasi dukej qartë që Fserlo nuk e ka dashur këtë gjë.